Në seancën e zhvilluar këtë të hënë në gjykatën penale të Tiranës, trupi gjykues vendosi të lërë në burg 38 vjeçarin Arlin Demushi, autorin e dyshuar të vrasjes së ndodhur disa ditë më parë në Babru. U mbeti i vrarë me thik 40 vjeçari Hajdar Ismail Gecaj. Gjatë seancës Demushi zgjodhi të mos flasë, ndërsa fjalën e mori avokati i tij mbrojtës, i cili pretendoi se ngjarja ishte pasojë një konflikti të çastit dhe se klienti i tij kishte vepruar në gjendje të tronditjes psikologjike. Nuk ka pasur paramendim për të kryer vrasjen. Ata njiheshin dhe kishin marrëdhënie të mira, madje viktima ka qenë i ftuar në banesën e Demushit. U shpreh avokati duke kërkuar një masë më të butë sigurie, por gjykata nuk pranoi argumentet e mbrojtjes duke vlerësuar se provat e paraqitura nga prokuroria janë të mjaftueshme për ta mbajtur të pandehurin në qeli. Sipas hetimeve paraprake, pas një debati të momentit, Demushi ka goditur me thik Ismail Gecin duke i shkaktuar plagë të rënda që i morën jetën në vend. Trupi i viktimës u gjet disa orë më vonë në anë të rrugës në Babru, ndërsa autori u arrestua nga policia brenda një apartamenti në qytetin e Durrësit. Prokuroria e Tiranës e ka akuzuar 38 vjeçarin për vrasje me dashje dhe mbajtje pa leje e armëve të ftohta, ndërsa hetimet po vijojnë për të zbuluar motivet e plota të konfliktit.